Po në arsim, për shembull, kjo është shumë problematike. Duke rregulluar. Shohim sot që të gjithë punimet në përgjithësi mbështeten mbi inteligjencën artificiale dhe bëhet shumë e vështirë që ti të mbrosh pronësinë intelektuale. Por Bashkimi Evropian dhe në Europë në përgjithësi gjenerojnë ligje shumë të mira, apo edhe në botë, të cilat janë kundër vjedhjes autorësisë, vjedhjes intellectual property. Dhe në Shqipëri patjetër që ne ajo që do bëjmë është do të adaptojmë ligjet e BE-s dhe do t'i parafrojmë me ligjet tona. Pra ne nuk mund të jemi si vend në zhvillim të prodhojmë vetë ligje për të shmangur plagjaturën apo vjedhjen e pronësisë intelektuale. Dhe në arsim, jo nuk është e pamundur, sepse sot ka platforma të cilat po ndërtohen, që njësoj si ne dikur para 5 ose 10 vitesh se e bëra shumë larg, gjurmonim plagjaturën nëpërmjet sistemeve. Sot do detektohet edhe inteligjenca artificiale aq sa mund të detektohet, sepse siç e tha Florenci është shumë komplekse për të bërë. Po të paktën të ruajmë atë që disa njerëz nuk kanë pronë financiare, por e vetmja pronë që kanë është pronësia intelektuale. Me që mora këtë, se mund kujtohet kur kam mbaruar masterin në Cardiff para shumë vitesh, para 15 vjetësh, me teme me ato tutorin e profesorit që më dishte dizeracionin tim, tha mu dha mos u lot të çështja e metodologjisë. Po merr tha 10 punët më të mira për këtë temë që ti ke zgjedhur në bibliotekën, në universitetet, është ndiq metodologjinë që se metodologjia tha është diçka që nuk është se njëra e ka ndryshe nga tjetër. Dhe nuk quhet ta kopim nëse ti ndjek metodologjinë e atyre. A e ndan dot këtë inteligjencë artificiale? Besoj që e ndan, patjetër që e ndan, sepse nëse ti përdor metodologjinë, por kontenti dhe literatura është unike, pra ti ke ndjekur linjën tënde, qasjen tënde, analizën tënde, mendoj që mund të detektohet. Deri diku ta përcakton dhe mënyrën se si ti shkon. E keni vënë re që edhe ChatGPT-ja ka gjuhë. Pra është gjuhë, shenja piksimit, mënyra, renditja, gjuha. Nëse do arrit të detektohet, kjo do ishte shumë pozitive, me do të paktën në fushën e arsimit.